Faleminderit për mbështetjen, familja e Shpat Kasapit, mesazh prekës. Buzëqeshja e tij do të jetë gjithmonë dritë për ne. Pas ndarjes nga jeta të këngëtarit të dashur Shpat Kasapi, familja e tij ka ndarë një mesazh prekës në Instagram, duke falenderuar të gjithë ata që i qëndruan pranë në këto momente të vështira. Ju falenderojmë nga zemra secilin prej jush për mbështetjen, ngushëllimet dhe respektin që na keni dhënë. Shkruan familja Kasapi. Ata theksuan se largimi i Shpatit është një humbje e madhe jo vetëm për familjen, por edhe për të gjithë komunitetin artistik dhe për adhuruesit e muzikës së tij. Familja shprehet se buzëqeshja dhe energjia e Shpatit do të mbeten gjithmonë dritë për ta dhe falenderojnë publikisht për praninë, lutjet dhe fjalët e ngrohta që ju janë dhënë. Të dashur familjar, miq, koleg dhe të gjithë ju, publik dhe dashamirë të muzikës së Shpat Kasapit, në emër të familjes tonë ju falenderoj nga zemra secilin prej jush për mbështetjen, ngushëllimet dhe respektin që na keni dhënë në këto ditë të rënda. Faljush. Kujtimi i Shpatit u nderua ashtu siç e meritonte, me dashuri dhe me mirënjohje. Ikja e tij në mshim është një humbje e madhe jo vetëm për ne si familje, por për të gjithë komunitetin artistik shqipfolës dhe për të gjithë ata që deshën artin dhe muzikën e tij. Jeta është e tillë, jetojmë sot, por nesër mund të ikim dhe pikërisht për këtë arsye kujtimet e bukura mbeten pasuri e përjetshme. Buzëqeshja dhe energjia e Shpatit do të mbeten gjithmonë dritë për ne. Ju falenderojmë pafund për praninë tuaj, për fjalët e ngrohta, për lutjet dhe për respektin që i kushtuat. Me mirënjohje të thellë, familja Kasapi. Shpat Kasapi ndroi jetë në Itali në moshën 40 vjeç në 26 nëntor pas një arresti kardiak.